Të që do të them ty nuk ja themi njeriu tjetër. Nuk të takon, ty të takon. Të kam ndihmuar ty të ardhur në vyrën që thënë që janë nevojtar. Këtu e 2 vjet para. Kam marrë për atë kutin. Po. Të kutin të kemi ndihmuar. Nuk e kemi bërë për shumë njerë e parë. E dyta. Pas kësaj të kemi ndihmuar, të kemi futur në listën e personave në bazë të një programi për të ndihmuar për në riparim shtëpie, jo për shtëpi të re. Për ka marrë të shtëpie, bashkë me manë betim, në të pritur jo, dhe jo që s'ma të di për nderë, dhimën që të kemi dhe, të është falimdere. Për e sjell edhe shumë ndryshme. Të kam nisur mesazhe kur ti me Ligishta, i thoshe fitore kandidatit të kam nisur të mesazheri, nuk janë fëmijë, që të bëjmë një tyre. E nuk kam nevojë fare për votën tënde, po kam nevojë për respekt. Se unë nuk humba nga vota jote, unë iki që tani këtu. Para një muaj kam qenë të shtëpia jote, që erdha me ekipin dhe që më priti mamaja jote. Në base aty takimi ka ardhur në Zlip, bashkë me Gjumi. Dhe më ke thënë, faleminderit për ndihmën që më bëni të sa për të faqet. Ndërkohë që mua më thoshe këto, andej nga ana tjetër vazhdon ti ata. Kur vinin dhurata. Sa kuptonte se barhaun, se nuk më thon mua njerëzit se ç'a bën ti, ç'a bën tjerë. Por ti bëj ç'a duash, se kam jetën tënde në duart e mia. Fare, ky as njeriu, se unë nuk kam ndihmë dhe nuk do të despretar. Ti që kam ndihmuar të më sillesh këtu me këtë lloj mos me njoje? Çajde ti mua. Çajde mua. Mos sa kërkuar të ndihmën. Mos sa kishe kërkuar 100 herë. Po, ishte më mirë. Ti e di se shpëton nga kjo gjë. Ja ku ta them. Ja ky moment, derisa më rëndësishme që mos hapësh gojën e çdo të. Nuk dua më. Mos i fare për. Vetëm rrish po komentar. Vetëm ka. Edhe mos flasësh asnjë fjalë. Ti dhe familjen. Mos i provokim, nuk dua më. E bëj vetëm se ti je mos më njoh, je gënjeshtar. Do nuk vazhdoj. Po ti je gënjeshtar. Dhe gabim, ti vazhdon akoma me këtë gjë. Tua mua ti gabim. Nuk je robi mua kështu se përse po pse vdekur jam unë nuk je rob kështu se puna jote. E njerë, do të them faleminderit 100 herë, më dil përballë. Po ti më mashtrosh mua kështu. Të gënjej ty puçja.